Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish sonte në kanalin Monitor TV me mua Tirona Lilin për të ndarë pranë jush lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Do të flasim pikërisht në këtë minutazh për Sara Hoxhën. Sara Hoxha, autore e emisionit Big Brother, por njëkohësisht edhe le ta quajmë në këndin e presidentes të televizionit Top Channel, është përfolur jashtëzakonisht shumë për marrëdhënien e saj me moderatorin dhe bashkëshortin e saj Ledion Liço. Si qëndron marrëdhënia e tyre? A ka krisje martesa e tyre? A janë gjërat në rregull në dashurinë e tyre? Siç duket, lëvizjet që bën Sara, domethënë postime që Sara bën në Instagramin e saj, kanë ngritur shumë pikpyetje te publiku edhe për të shpikur, edhe për të krijuar situata, edhe për të ngritur investigatime si qëndron marrëdhënia e tyre. Sara Hoxha pse përflitet sonte? Sara Hoxha përflitet sepse ditën e sotme ka publikuar një story ku ajo në fakt ka postuar Kiara Titon në Instagram, domethënë Kiara Titon me yje, por nuk poston në asnjë mënyrë bashkëshortin e saj Ledion Liço dhe normalisht publiku ngre pikpyetjen çfarë ndodh mes çiftit. Mungesa e një story ndonjëherë flet më shumë se 10 deklarata publike. Këtë herë vëmendja e ndjekësve është përqendruar tek Sara Hoxha, bashkëshortja e Ledion Liços, e cila gjatë këtij edicioni të Big Brother VIP ka zgjedhur një qasje krejt ndryshe nga vitet e më përparshme. Në vend të postimeve mbështetëse për moderatorin e emisionit siç ishte bërë tradit, Sara ka preferuar të shpërndajë dhe të mbështesë klubin e fansave që jep një suport moderatores Kiara Tito, ndërsa Ledion Liço ka munguar krejtësisht në storit e saj. Ky ndryshim nuk ka kaluar pa u vënë re. Në rrjetet sociale ndjekësit kanë nisur që të pyesin: a është thjesht një zgjedhje personale apo një sinjal i një krisjeje në raportin e çiftit? Vite me radh, Sara Hoxha ka qenë një nga mbështetëset më konstante të Ledionit në publik, duke e promovuar çdo sezon televiziv dhe çdo projekt të tij. Këtë vit, heshtja e saj është bërë një lajm i madh. Burime pranë rrethit mediatik theksojnë se nuk ka asnjë konfirmim zyrtar për probleme në çift. Megjithatë, në botën e showbizit, detajet e vogla shpesh interpretohen si mesazhe të koduara. Përkrahja për Kiara Titon nga ana e Sarës është lexuar nga disa si solidaritet profesional mes grave në ekran, ndërsa nga ana tjetër si një distancim i qëllimshëm nga roli publik i bashkëshortit. Analistët e medias kujtojnë se Big Brother VIP është një platformë ku çdo lëvizje analizohet me lup dhe ku marrëdhëniet personale shpesh përzihen me strategji. Imazhi, mundësia që Sara Hoxha të ketë zgjedhur të mos e ekspozoj më jetën private apo të ndaj hapësirat profesionale nga ato familjare, mbetet po aq reale sa edhe aludimet për tensione. Deri në një reagim zyrtar nga vetë çifti, pyetja mbetet pezull: a kemi të bëjmë me një krisje të vërtet apo thjesht me një kapitull të ri diskrecioni? Në mungesë faktesh, ajo që dihet me siguri është se këtë vit një story munguar mjaftoi për të ndezur një debat të madh publik. Unë nuk mendoj që Sara dhe Ledioni i kanë dhënë fund martesës së tyre, por mendoj që janë duke e përdorur në një farë mënyre këtë mekanizmin e marketingut, sepse ose nuk duan që të flasin për jetën e tyre private, gjë e cila në fakt ka qenë edhe më herët. Për shembull, Sara dhe Ledioni nuk janë çift që kanë postuar shumë fotografi, nuk janë çift që kanë postuar shumë video, por edhe i ndihmon jashtëzakonisht shumë për në Big Brother. Dua të marr mendimin tuaj si e shikoni ju këtë qasje.